Vetëm edhe 3 ditë na ndajnë nga 7 qershori, ditën kur qytetarët me të drejtë vote në Kosovë do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e re. Teksa ky proces është i treti me radhë brenda një periudhe 16 mujore, qytetarët thonë se janë lodhur nga zgjedhjet e shpeshta parlamentare. Megjithatë, thonë se do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Për njerë jena ljudh ballë, po duhet me dalë. Me dalë me votu, po, do të me marrë pjesë në zgjedhje, pavarësisht kush fiton. A jemi të latë? Jemi të latë. Ko me dalë me votu. Po këtu nuk kanë hangë në veshme, po i bojnë në veshme ata që po i bojnë, pedim tonë. E ka nga ata qytetarë që krejt ndryshe mendojnë për këtë çështje. Jo, se me lodhë, do dalë, bëhet votimet do dalim, zgjedhjet do dalim. Nëse do të ketë prapë zgjedhje ndjeshësh, prapë do dalim. E din ata më mirë. Duke u bazuar në disponimin e përgjithshëm të shoqërisë, analisti Lavdim Hamidi vlerëson se dalja në zgjedhjet e së dielës do të jetë dukshëm më e ulët se sa në dhjetor. Përgjigjen ftesës partive politike me dalë në zgjedhje do të jetë dukshëm më e ulët se ato 28 dhjetorit të vitit kaluar. Janë disa arsye. Arsyeja e parë është se me 28 dhjetor ka qenë e pranishme në Kosovë masovikisht diaspora kosovare dhe kanë rritur numrin e votuesve duke arritur numrin maksimal. Tashmë këto zgjedhje nuk është se ka ndonjë fezë, ndonjë pushim në diasporë dhe pjesëmarrja e tyre në Kosovë do të jetë minimale. Shumica janë regjistruar me votu me postë apo nëpër ambasada fizikisht. Fakti tjetër është se për një vit e pak muaj u është bërë hera 5 qytetarët po detyrohen të dalin në kutitë e votimeve. 3 zgjedhje nacionale dhe zgjedhjet lokale, llogarit këto dhe balotazhin është hera 5. Edhe sociologu Jeher Sumiqi thotë se qytetarëve i është zbehur interesimi për zgjedhje, por sipas tij, pavarësisht kësaj, prapë të njëjtit do të dalin të votojnë. Për asaj çfarë është parë nga fushata zgjedhore, motivimi i qytetarëve ka qenë i vogël, tubimet elektorale kanë qenë të zbehta të gjitha partive politike. Ne nuk e dëgjojmë askënd nëpër kafeteri apo në vende të ndryshme publike të flasim për zgjedhjet, pra qytetarët në përgjithësi janë të painteresuar për zgjedhjet e së dielës. Mirë po, statistika dhe numrat tregojnë që mund të ketë prapë një numër të lartë të daljes në vota. Sipas KQZ-s, numri i qytetarëve me të drejtë vote në këto zgjedhje është 2.092.174 votues, ose 15.884 më shumë krahasuar me zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Nga ky numër 1.959.962 qytetarë do të votojnë brenda Kosovës, ndërsa 132.212 janë regjistruar për votim jashtë vendit.